Përshëndetje zonja Bregu. Përshëndetje. Tema më e debatuar në gjithë kontinentin mbetet dalja sa e papritur aq edhe e paralajmëruar e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Ju keni qenë për një kohë të gjatë interlokutore e Shqipërisë, duke qenë dhe ministre e integrimit, aktualisht kryetare e Komisionit të Integrimit. Keni qenë interlokutore e Shqipërisë në Bruksel dhe jeni në korrent të gjithçka çka ka ndodhur në skenë dhe në prapaskenë në Bashkimin Evropian. Dhe ta nisim intervistën me një pyetje të drejtë për drejtë. Përse, cilat ishin shkaqet që i detyruan britanikët të votojnë në referendum për largimin nga Bashkimi Evropian? E para, nuk besoj se dalja e Britanisë Madhe nga Bashkimi Evropian është vetëm halli i anglezëve, siç kam dëgjuar këtë ditë të keq interpretohet shpeshherë edhe të paktën mbase me drejtë edhe nga qytetarët cilët duan më shumë dëgjojnë flitet për Shqipërinë dhe për problemet e përditshme. E keqja është se po t'ishte, është një problem i madh. Po t'ishte një keqja e cila do të mblidhej vetëm brenda kufive të ishullit britanik, atëherë mbase do t'ishte edhe me më pak interes për vendet e tjera. Por është një problem i cili sapo ka nisur dhe askush nuk e di se si do të vazhdojë. Dhe për sa kohë Europa kishte vite që ende i notonte nga njëra krizë tek tjetra në gjendje pa siguri totale. Thoni që sapo ka nisur dhe mendoni që do kemi me një reakcion zinxhir, nuk ketë vende të tjera si Holanda që mund të largohen? Në fakt besoj se ajo që sot asnjë nuk e thot dot është se çfarë do të ndodhi mbas disa muajsh. E vërteta është se nisi një referendum ku kryeministri britanik i nisur dhe nga presioni brenda partisë tij, premtoi se në 2015 do të bënte referendum, pra premtoi në 2015 në fushat që një rast do të fitonte, do të bënte referendumin. Gjë që do të thotë se askush nuk e di se çfarë do të ndodhi tashmë me partitë e tjera dhe me forcat e tjera politike në Europë, të cilat duan të konsolidojnë pushtetin e tyre politik, duke e vënë testin apo duke vënë në provë antarësimin e tyre apo të ardhmen e tyre europiane. Ju përmendët Hollandën, por nuk është vetëm Hollanda, sepse rritja e partive ekstremiste apo të lëvizjeve euroskeptike apo anti-europiane është tashmë prezente në gjithë Europën. Marine Le Pen ka qenë nga të parat e cila e ka përshëndetur vendimin dhe madje në Francë sot që flasim ka më shumë se 35% ose një lloj mbështetje le të themi që po të zhvillohej një referendum mbas një viti nuk i dihet se si do të shkonte gjendja. Pastaj po të mendojmë që Franca shkonte në zgjedhjet parlamentare shumë shpejt. Është situata në Hollandë, e cila e dha shembullin e një pakënaqësie qytetare dhe të një vote kundër çështjeve të zgjerimit më teshëm BE-s me votën kundër Ukrainës. Është Estonia, e cila ka gjithashtu një parti tjetër që po forcohet, është partia forca e tretë politike sot në vend, që po forcohet si një parti anti-europiane. Dhe përveç këtyre vendeve të cilat mund të rreshtohen në listën atyre që duan të dalin ose do të tentojnë të ndjekin shembullin e Britanisë së Madhe për përfitime e përsërisë të pushtetit të tyre politik, pra për interesa më të ngushta se sa interesi kombëtar, ka dhe një dilemë tjetër që është ajo e Skocisë dhe Irlandës, të cilat kanë votuar për të qëndruar në Bashkimin Evropian. Pra asnjë nuk di sot në mjet të gjitha pasigurive se si do të shkojë dhe cili do të jetë zinxhiri apo efekti domino i daljes së Britanisë së Madhe. Ti marrim me radhë sepse ju bët një lloj preambuli të bisedës. Nëse ju kuptova sakt, Cameron bëri një lëvizje elektorale të gabuar duke premtuar referendum? Jo, në mendimin tim, Cameron ishte në një presion së brendshëm nga partia e tij duke filluar spaku nga viti 2012. Pra, nga forcat të cilat kërkonin të rivendosnin ose të rishikonin marrëdhënien e tyre me Bashkimin Evropian. Pavarësisht se Britania e Madhe ka pasur gjithmonë një marrëdhënie më ndryshe nga vendet e tjera anëtare me Bashkimin Evropian. Pra, as pjesë e Eurozonës dhe as pjesë e Schengenit për vizat. Ruajti monedhën e saj dhe njëkohësisht nuk i dha mundësinë për të qenë në zonën Schengen, pra për të lehtësuar le të themi hyrjen apo kufit me vendet e tjera. Por në momentin kur nisi vala e krizave financiare, në momentin që u thellua pastaj edhe me krizat migratore dhe kështu me radhë. Sepse pavarësisht duke mos qenë vend antar i Bashkimit Evropian, duke qenë vend antar i Bashkimit Evropian dhe pavarësisht duke mos qenë pjesë e zonës Schengen, përsëri kishte kuotat e saj për emigrantët për të thithur. Dhe presioni nisi të rritej brenda partisë vetë të kryeministrit i cili dha dorëheqjen para 2 ditësh. Dhe ai premtoi në 2015 në rast të fitores së zgjedhjeve do ta çonte vendin në një referendum për të vendosur për të ardhmen europiane, pra për të qëndruar apo jo në Europë. Dhe kjo është e vërtetë. Por e keqja është që duke bërë një test madh për të konsoliduar pushtetin dhe të paparashikueshëm ose duke i bërë llogarit gabim, ja ku doli që votoi dhe fitoi
kampi I cili ishte kundër qëndrimit në Bashkimin Evropian. Përse pikërisht e para Britania, ose le të urojmë që t'jetë dhe e fundit, përse pikërisht e para Britania? Nëse kemi parasysh dhe unë që për një kohë të gjatë, vite me radhë, don presidenti De Gaulle refuzonte integrimin e Britanisë së Madhe në Bashkimin Evropian, madje vetëm pas vdekjes së tij, Valéry Giscard d'Estaing, presidenti I dytë që e zëvendësoi pas Pompidous, hoqi veton kundër Britanisë së Madhe. Si e shpjegoni? Përse pikërisht në Britani? Jo, në fakt kanë marrëdhënie të veçanta me geopolitike me kontinentin. Ka qenë një marrëdhënie gjithmonë e veçantë. Edhe ato dy arsye që përmendëm pak më parë, I kanë dhënë gjithmonë një status të një vendi I cili ka dashur të ruajë madhështinë e mbretërisë, duke e pozicionuar veten jo si vuajtës si të gjitha vuajtjet që Bashkimi Evropian duhet të ndante. Dhe nga ana tjetër, ne nuk mund të themi që vendet të cilat kanë patur një demokraci më të zhvilluar, e kanë të vështirë përballjen me qoftë edhe me një tek apo me një presion I cili vjen së brendshmi. Ndaj, jo rastisht ishte mbase Britania e Madhe. E para sepse edhe mënyra se si rodhën ngjarjet politike gjatë gjithë këtyre viteve, vendeve të cilat janë më të zhvilluar e përsëris ju japin mundësi të reagojnë më shpejt si lëvizje demokratike ose kundër establishmenteve politike. Shihni në rastin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk mund thuhet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët sot kanë një kandidat për president apolitik, siç është Trumpi, është një vend me demokraci të pazhvilluar. Përkundrazi, mirë po temat të cilat janë prezantuar qytetarëve gjatë gjithë këtyre viteve, si dhe premtimet me të cilat u shkuan në referendum, si në rastin e Britanisë së Madhe, ishin pak a shumë se ato premtimet shumë të bukura të rilindjes në rastin tonë në Shqipëri. U premtua për më pak varfëri, ju tha se duke qenë vend antar I Bashkimit Evropian, Britania e Madhe humbet më shumë, ka më pak vende pune, u premtua që nuk do të kishte më kosto nga migracioni aq të mëdha dhe sidomos presioni I kohët e fundit I Sirisë. Sepse ju thoni donë vala emigratorie që ka përfshirë kontinentin. Po ndërkohë paraqitet si shkak, këtë nuk arrita kuptoj. Kur Britania e Madhe nuk je pjesë e Schengenit. E vërtetë është. Por kishin kuotat e tyre si vend antar I Bashkimit Evropian për të pritur flukset dhe për të pritur azil kërkues. Pra pavarësisht se nuk ishte pjesë e Schengenit, kur emigrantët të dyndeshin në dyre, duke shpresuar që do të merrnin një qëndrim, një leje qëndrimi dhe një azil, duke qenë vend antar I Bashkimit Evropian, në bazë të legjislacionit evropian që e ka miratuar dhe që e ka në fuqi, kishte detyrimet e saj për të pranuar kuota dhe për të pranuar një numër të caktuar emigrantësh. Por më shumë se sa kaq qëndron e vërtet tjetër. Qytetarët, sepse nuk mund thuhet që në Britaninë e Madhe është një vend I cili jetohet vetëm nga anglezët, është një vend I cili ka një histori të tërë me migracionin dhe bashkëton për vitesh. Një emigrant I pakistanez u zgjodh kryetari I Bashkisë së Londrës. Kështu që nuk është vetëm një muaj më pas kemi ndodhi megjithatë Londra ishte një vot tjetër. Është çështja e konsumit politik dhe e premtimeve të mëdha që bëhen duke qenë të pasigurt dhe që nga ana tjetër rezultojnë si gënjeshtra të mëdha. Domethënë unë presot që problemi më I madh në Britaninë e Madhe të jetë dhe problemi politik, sepse ata që premtuan më shumë dhe që drejtuan fushatën e Brexit, do të jenë ata që do të rezultojnë gënjeshtarët më të mëdhenj. Sepse nuk është e vërtetë që Britania e Madhe bëhet një vend më I pasur duke u larguar nga Bashkimi Evropian. Nuk është e vërtetë që do të ketë mundësi për më shumë vende pune duke u larguar nga Bashkimi Evropian. Nuk është e vërtetë që do të ketë mundësi për investime. Gjithnjë ka pasur donë përplasje, fërkime mes Britanisë së Madhe nga njëra anë dhe Komisionit Evropian nga ana tjetër dhe pas Komisionit Evropian edhe Parisi dhe Berlini. Pra ka pasur gjithnjë fërkime dhe ka qenë famshme ajo e Margaret Thatcherit, give my money back, më ktheni parat. Pra, a mos Britania e Madhe mbante një peshë më të madhe në buxhetin e Bashkimit Evropian. Siç kanë lexuar gjithë gjatë këtyre ditëve për të kuptuar se çfarë mund ndodh ose ndonjë lloj prognoze. Gjitha një shifër shumë interesante, që thuaj se vetëm në 8 orët e para të daljes vendimit të daljes nga BE-ja, nga lëvizja e madhe në bursa e poundit, Britania e Madhe ka humbur 350 miliard dollar vetëm për 8 orët e para të daljes nga BE-ja. Dhe këtë shumë nuk e ka investuar në 15 vitet e fundit të marra së bashku duke qenë vend antar I Bashkimit Evropian. Pra mendoni se çfarë amullie dhe se sa e paparashikueshme ka qenë gjendja reale mbas Brexit.
Edhe vetë fakti që ata të cilët më së shumti votuan për të dalë nga Bashkimi Evropian, ishin mosha e tretë. Pra ishin ata të cilët i riktheheshin zakoneve dhe nostalgjisë se kanë jetuar dikur mirë, pra një brez i cili të ardhmen nuk e projekton dot. Fatkesish të radhë votojnë në emër të sa ardhmes të cilën nuk kanë mundësi për ta jetuar. Por i qëndrojnë zakonit i cili të mban më ngrohtë dhe je më i sigurt. E njëjta gjë që ndodh për shembull me nostalgjinë që kanë në Itali për lirën. Kur dëgjosh një moshë të caktuar dhe në Itali, kthehen një nostalgjie që kanë dhe i bën llogarit akoma me liretën e dikurshme. Pra, një brez i cili ka pas një lloj komforti dhe nuk ka mundësinë për të projektuar sfida dhe për të menduar për të ardhmen, në këtë rast e morin qafë Britaninë e Madhe. Po çfarë efektesh pritet të ketë, apo janë deklarata emocionale të kryeministres së Skocisë, apo deklaratat që vijnë nga Irlanda që flasin për një bashkim të Irlandës, janë thjesht reagimet e para emocionale, apo mundet të kemi një reakcion zhinxhir që të ketë dhe shpërbërje të Britanisë Madhe? Të gjithë në fillim, kur nisi Brexit, unë e kujtoj fare mirë, kur nisi Brexit, gjithë mendonin se ishte një lloj teke, dhe për më tepër nuk ishin as lëvizje, as grupe djata që e mbështesnin, siç ndodh në vendet tjera të Europës, sepse ishin laboristët kryesisht. Ose grupi i ri i laboristëve, le të themi, se tani kjo pjesa e leadershipit politik nuk po ndahet dot më në kahaj politik, përveç se me njerëz zot për të bërë politik dhe me njerëz pa zot për të bërë politik. Por edhe atëherë nisi si një shaka dhe pak kush e besonte. Do të thënë, po ti referohesh të paktën studimeve, shkrimeve, analizave të 2 muajve më parë, mbasi muaji i fundit filloi të tronditej situata, të gjithë besonin që do të rezultonte një shaka e rrezikshme, por mekanizmat e tjerë, Franca, Gjermania, do të mundoheshin ta mbanin dhe për të parandaluar pikërisht këtë efekt që përmendëm pak më parë. Dhe unë nuk di të them sot nëse është shaka ajo e Skocisë apo e Irlandës. Çështja sot është më e pasigurt dhe ardhmja e Europës është më e pasigurt se sa ishte para ditës së njëjte. Ndërkohë që nga ana tjetër nuk mund të mos kishte një lloj tronditje, sepse Europa dhe Bashkimi Evropian në vendimarrjen e vet e ka marrë shumë lehtë çështjen e trajtimit jo vetëm të kufive, por dhe të solidaritetit, por dhe të një marrëdhënie të barabartë, por dhe për të bërë të gjithë qytetarët e Bashkimit Evropian të mos e ndjejnë veten si të sakrifikuar pse janë anëtar të Bashkimit Evropian, sikur po bëjnë një sakrilegj të madh. Mos ndjejnë se po humbasin nga identiteti i tyre kombëtar, por ta ndjejnë veten të gjithë si shareholder, si aksioner në një projekt të përbashkët. Ajo e cila unë kam frikë është se sot gjitha vendet europiane, duke përfshirë këtu dhe Shqipërinë, duke përfshirë dhe Ballkanin Perëndimor, do ta kenë akoma më të vështirë për të dalluar misionin e tyre, sepse Europa e Bashkuar do flasim për efektet që kanë në Ballkan edhe në flasim pjesën e dytë të emisionit, po të qëndrojmë tek të analizojmë mirë shkaqet e kësaj joje, të kësaj dalje të Britanisë Madhe. Ju thatë përmendët një shifër që dihet tashmë botorisht që brezi i vjetër, le të themi ata që njihen si baby boomer që kanë lindur mes viteve 44-60, brezi pas luftës së dytë botërore, që kontrollon, le të themi, mbi 70% të GDP-s dhe të ardhrave të gjithë hapësirës evropiane, ishin shkaku që dolën. Njëjti brez është dhe ai që frenon reformat strukturore në Bashkimin Evropian. Doja t'ju pyesja edhe si sociologe, si e shikoni këtë, si ka një... Në fakt, unë nuk arri dot që ta shoh një fenomen politik pa u munduar që të filloj të kuptoj, ose të paktën të mendoj se çfarë ndodh në mendjen, ose kjo është një çik shumë e madhe në fakt si përpjekje, por çfarë ndodh për të kuptuar se pse reagon një grup shoqëror në këtë mënyrë. Në fakt Bashkimi Evropian, dhe kjo është një gjë që vihet re për çdo sikur të kesh kaluar një muaj pune, jo më 10 vjet paktën sa buron. Filloi të kishte një tendencë izolimi dhe mbyllje në vetë absorbimi. Një tërheqje, si të thuash, duke mos qenë i zoti për të qenë me një dinamik në vit parë, për të trajtuar çështjet me kurajo politike, për të pasur një vendimarrje politike të qartë, qoftë edhe jo gjithmonë më e drejta dhe më e dhura, por të qartë. Filloi të kishte një proces çuditshëm si ai procesi i vetë absorbimit apo i mbylljes në vetvete. Dhe kjo gjë filloi të bezdiste shumë nga ata, të cilët mendonin se tashmë do t'ju duhet të vuanin dhe këto të zgjatje vendimesh, marrje vendimesh, përveç liderëve lokal, që gjithmonë më shumë gjatë këtyre viteve janë shfaqur më shumë si showmen se sa lider dhe burra shteti, duhet ta vuanin këtë gjë në vendimarrjen e përbashkët europiane. Pra njerëzit në vend që të afroheshin dhe të kuptonin të mirat se që sillte të qenit në një bashkësi të madhe,
e cila u ngrit në fundit dhe për këtë brezin, u ngrit për të dhënë fund luftës, për të ndarë një lloj pasurie, institucione, vlerat përbashkëta, që të mos kishte shans më të ndodhte lufta. Por shumë shpejt u harrua, sepse vendimarrja në Bashkimin Evropian filloi të tentonte dhe të bëhej një vendimarrje imcake, vetëm në gjëra teknike, më shumë të parëndësishme, kur ishte e vështirë për të mbërritur në një kompromis, sepse konsensusi është një fjalë që thuajse nuk ekziston më. Kur për të mbërritur në 26, pastaj 27 mendje bashk, nesër 28, po prapë siç ishin, po bëhej gjithmonë edhe më e pamundur. Kur burimet financiare nga kriza ekonomike dhe financiare filluan të rrudhen, kur qytetarët filluan të ballafaqoheshin me gënjeshtrat e mëdha, siç ishte rasti i Greqisë, kur ishte bërë anëtare e Bashkimit Evropian, nuk kishte qenë bazuar në formulën strict but fair apo çdo gjë mbas të meritave, por mbi bilance të dështuara dhe të kamufluara. Mos ta lëm pa Platonin të pres, tha atëre presidenti francez, por gjithsesi u investuan pafundësisht në Greqi dhe kanë përshtypjen se duhet ta kishte kaluar atë. Sepse Grexit në atë kohë, se gjitha tani janë po dalin shumë në mod këto akronimet, ishte trondiste gjithë tregjet financiare e para dhe ishte kriza e parë e cila me të vërtet e detyroi Europën të ishte një dhe e bashkë. Dhe përsëris në pjesën tjetër, Greqia nuk kishte të njëjtat standarde të zhvillimit politik si Britania e Madhe, kur në një votë, në një referendum i cili më shumë ishte një shaka e hidhur, sepse referendumi me të vërtet niset për çështje madhore, por vota përfundon për çështje fare të thjeshta pastaj. Sa donë që Britania e Madhe dëmtohet nga dalja, po dalja e Britanisë a e dëmton Bashkimin Evropian, tregjet financiare, ekonominë e zonës euro? Të gjitha shifrat sot flisnin për luhatje të jashtëzakonshme, për ulje, për humbje të poundit e kështu me radhë në krahasim me monedën europiane. Megjithatë, është më kollaj që të gjendet një lloj garanci, një lloj stabiliteti mbase në këtë periudhë të parë, sepse tronditja dhe shoku do ta krijonte këtë lloj balancimi, por unë vështirësinë më të madhe shoh se çfarë do të ndodhë në muajt vijim dhe në vitin në vijim. Ky do të jetë problemi më i madh. Të gjithë janë përqendruar vetëm tek luhatja e tregjeve financiare, sepse në fundit ai është impakti më i madh, apo humbja mund të jetë kalimtar, ka një efekt paniku dhe pastaj tregjet stabilizohen. Vështirë se të jetë, sepse kompanitë më të mëdha, në bazë të legjislacionit europian, për shembull, kompanitë europiane mund të zgjidhnin për të vendosur kapitalin apo për të vendosur zyrat e tyre në një nga kryeqytetet europiane. Për faktin se Britania e Madhe është vendi i anglishtes më dhe të përkryer, por sigurisht edhe sepse ishte Londra dhe ishte Britania e Madhe. Një pjesë e filialeve më të mëdha ndërkombëtare kanë qenë me bazë në Britaninë e Madhe. Në City. Gjë që do të thotë në City, tregu më i madh financiar. Gjë që do të thotë që do duhet të rishikojnë që të gjithë tashmë pozicionet e tyre. Dhe ky do të jetë problemi më i madh për ditët të mbijim, sepse gjithë vendimarrësit më të lartë të Bashkimit Evropian, dhe ka një samit tani që është samiti i fundmbylljes së presidencës hollandeze, ku Kamerun ka vendosur të shkojë, do të diskutojmë pikërisht për modalitetet e shpejta për të mos e bërë agoninë shumë gjatë. Jo sepse vendimin janë të shqetësuar për vendimin politik të daljes, por sepse janë të shqetësuar pikërisht për këtë, për përballjen me një krizë tjetër në një Europë e cila s'e ka marrë veten akoma nga kriza financiare. Dhe unë vështirësinë më të madhe realisht e shoh se çfarë do të ndodhë gjatë këtyre 2 viteve. Asnjë nuk e thot dot sot, me të vërtetë Donald Tusk tha ajo çfarë nuk duhet të bën më të fortë, por unë kam frikë se vendimarrja e Bashkimit Evropian gjatë gjithë këtyre 2 viteve ka treguar që nuk është bërë më e fortë, edhe pse nuk është vrarë nga krizat e mëdha. Dhe ose duhet të ketë një qartësi se çfarë do të ndodhë me projektin e Europës së Bashkuar në mënyrë imediate, si influencon vendet që vendosen si Britania e Madhe, si influencon vendet e tjera që janë anëtare, çfarë do të ndodhë me vendet që do të shkojnë në zgjedhjet parlamentare, a do të jetë më çështja e kufive të Europës së diskutueshme për agjendat dhe për zgjedhjet në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, apo do të mbyllin syt? A do të jetë zgjerimi të vazhdojë të jetë politike jashtme e Bashkimit Evropian, që mendimin tim është tërësisht e vjetruar si koncept, apo duhet të jetë politike brendshme e Bashkimit Evropian? Sepse nuk mund të konsiderosh zgjerimin e kufive të Europës si një politikë të jashtme, vetëm sepse ka të bëjë me vende jashtë komunitetit, kur problemet të cilat ti jeton në rast se këto vende janë jashtë, të përcillen si problemet politikës brendshme. Krimi, korrupsioni, lëvizjet migratore, flukset apo trafiqet ilegale, ndaj ka nevojë për njerëz të cilët realisht mendojnë për një Europë si Europa që u themelua, por jo të mendojnë për një pantonim të radhës, e cila vetëm se do ta bëjë akoma më të rënduar projektin evropian. Në 10 vjet që shkoni don shpesh në Bruksel,
çfarë ndjesie ju është krijuar, edhe nga pikpamja personale. Keni aty keni kontaktuar burra shteti që janë vizionar apo disa burokrat me sens edhe qinovnik që ka nga të gjitha modelet. Ata që janë politikanë dhe jo që domosdoshmërisht janë gjithë në Bruksel, se mund të jenë nga vendet anëtare, janë shumë të qartë në fakt. Por ka dhe nga ata cilët kanë punuar për vitesh në Komisionin Evropian. Një mik shumë i mirë i Shqipërisë për shembull, që është Pierre Mireli, i cili ka qenë drejtori i Ballkanit Perëndimor, me cilin kam qenë në kontakt të 2 ditë dhe që kam ruajtur marrëdhënie shumë të mira për diskutuar. Dhe kishte të njëjtin shqetësim dhe të njëjtën vrarje ndërgjegje. Madje kaq vrarje ndërgjegje, po ju jap vetëm një detaj, sa më thoshte mendoj, zhvillohet Parisi i samitit tani, dhe unë nuk shoh që të ketë asgjë në agjendë për ata zyrtar francez, siç është ai vetë, të cilët janë marrë gjatë gjithë kohës me zgjerimin ose janë marrë gjatë gjithë kohës me projektin evropian. Pra ka kaq largesa nga fillesat, sa edhe për ata vetë ose për disa njerëz të cilët e kuptojnë realisht ronditjen e madhe, është e vështirë për ta besuar. Unë nuk e them sot, e kam thënë edhe herë tjetër. Vizioni i viteve të fundit me cilin BE-ja tentoi t'i qasej politikave të veta, pavarësisht se deri diku mund të ishte një vizion sidomos për të rritur kushtëzimin dhe për të mbajtur radhët brenda vetes më mirë, pra për të kontrolluar atë pjesë të territorit që kishte vështirë ta kontrollonte, ka qenë një vizion afatshkurtër. Ky vizion afatshkurtër u përkthye në mungesë leadershipi thuajse në një pjesë të madhe të vendeve të Europës. Ky vizion afatshkurtër solli në skenat politike të gjitha lëvizjet kundër institucioneve dhe kundër të zakonshmet, pra lëvizjet politike. Institucionet janë institucionet dinamike apo janë institucionet të sklerotizuara sepse të paktën ka një perceptim jo vetëm në Ballkan, po edhe në gjithë Evropën që strukturat institucionet e Bashkimit Evropian janë me ca plot të sklerotizuar. Ky është problemi. Ministrat e jashtëm, kryeministrat, drejtuesit ose njerëzit politik mblidhen në një këshill ministrash apo vetëm në samitet përbashkëta. Vendimet e tjera gjatë gjithë ditëve të tjera të vitit, 300 ditë të vitit minimumi, i marrin teknokratët dhe teknicienët. Por një teknokrat dhe një teknicien të paguar shumë mirë dhe që jeton në Bruksel, nuk i bën përshtypje për shembull se sa zgjatet procesi i integrimit të Shqipërisë apo hapja e negociatave. Nuk i bën përshtypje edhe as skapse të shqetësohet nëse ky proces i keqëson më shumë kushtet së brendshmit të një vendi, sepse më pak monitorim për shembull nga Brukseli, do të thotë më shumë shkarje drejt atyre standardeve të autokracisë që është shumë më kollaj për vende që s'kan demokraci të konsoliduar. Por kanë një dosje përpara, kanë një matricë përpara, që është nganjëherë është e çuditshme për të besuar. Unë kur kam kuptuar se si shkruhej progres raporti për një vend, për vendet tona, ishte, më dukej gati e pabesueshme që kishte një formulë algoritëm matematikor edhe në rastin e progres raportit. Kur po një vend potencial kandidat, për një vend kandidat dhe sigurisht pastaj për një vend që hap negociatat, kishte një numër të limituar ose një numër të caktuar fjalësh progres që duhet përdoreshin. Pra po them, në rast se fjala progres përdorej ose flitej për më shumë se 20 herë progres në disa fusha, vendi me 20 herë fjalën progres duhet të ishte po them vend kandidat. Por në rast se vendi nuk kishte statusin e vendit kandidat dhe vendet anëtare nuk ja jepnin dot këtë status, duhet gjetur një mënyrë patjetër që të ishte më pak se 20 herë fjala progres e përmendur në progres raport. Pra, janë gjëra që vështirë se një mendje tjetër e ftohtë ose vështirë se një politikan mund të arrijë të besojë dhe të bashkëjetojë me to. Një politikan kërkon të ketë reformat heci përpara. Thonë çfarë kuptimi kishte deklarata e kryekomisionerit, po them apo presidentit Komisionit Evropian Juncker që për 5 vite nuk do të ketë zhvillim në procesin e negociatave dhe në procesin e antarësimeve pranë politikë në zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Unë e kam thënë fillim dhe nuk kam lënë në rast pa e përmendur dhe nuk më shqetëson kjo pjesa e kombeve apo popujve të vegjël që komentojnë njerëz dhe popujve të mëdhenj. Nuk përfaqëson një komb ose funksionar. Një qytet përfaqëson Luksemburgun. Por ishte deklarata më e pavend dhe më e pamend që mund të bëhej. Sepse është një lloj sikur ti thuash vazhdoni, bëni çfarë doni, çfarë do të ndodhë nuk ju konsiderojmë. Dhe t'ju japësh këtë deklaratë. Vendeve të Ballkanit Perëndimor që kanë dalë nga një luftë, që kanë konfliktin hapur tek dera, të cilat janë çdo ditë në presionin për të luftuar krimin dhe korrupsionin, është si ti thuash një qeveri e fli gjum, bëj çfarë duash për 4 vjet, sepse për 5 vjet unë nuk kam ndërmend që të bëj asnjë gjë. Kjo është e keqja më e madhe, kam frikë. Çfarë peshe transformuese do të ketë ky projekt i Bashkimit Evropian në vendet tona?
Dhe unë këtë e shoh me më shumë trishtim se sa dalja e Britanisë së Madhe nga BE-ja. Për cilin do flasim në pjesën e dytë të bisedës.